Romeo? Mund të hy? Si me gjetë muare? Po... po... Nuk ishte aq e vështirë, zakonisht të pëlqen të kthesh në vendin e krimit. Or kanë largon nga këto, vlla, për dryshe do të godas. Hajde, më godit. Hajde tani më godit tani, vlla. Hajde më godit. Më lër. Hajde më godit. Kam biseduar me Ferajën. Çfarë bisedove? Më në fund arrita ta tërhiqja vëmendjen tënde, po... Më trego pra! Nuk ka asnjë martesë. Ai ishte natosur me ty dhe tha se do të martohet. Vërtet e ke? Shiko, nuk e ke të mos zbusësh mua, apo jo? Se du të bëj shaka për këtë. Dhe sa po folëm e tregoj për kënaqësinë e saj dhe mbaroi. Aq ishte. E di, për bestial. Unë e njoh Ferajën. Vë basta ajo ju përgjigj vetëm disa mesazheve kur vëllai më shkroi për mirësjellje, e di unë. Dhe e fshi ato që të mos zemërosha unë. Kjo tingëllon shumë e arsyeshme në këtë rast. Kisha frikë se mos lëndoj ajo nga inati. Pastaj ajo të humbas veten, kisha frikë. Po lutjet e tua nuk e lanë të ndodhte, ha? Mos u tollërë, duhet godas vërtet tani. Valla, le të bëjmë më shumë veprime tashmë. Në rregull? Mirë, në rregull. Në rregull, valla. Në rregull, nuk kam çfarë të fol. Nuk mund të godasësh ashtu. A do flasësh akoma? Më lër të shkoj. Hajde, lëviz të shoh. Pëlqej veprime tani, ha? Më shtrëngo. Çfarë po ndodh mes teje dhe Yamanit? Cili është problemi? S'mund t'jetë, Ojnan. Është gjyshi. Është i zemëruar sepse nuk pranova të martohem me vajzën e zotit Vrall. Pastaj për të më friksuar filloi të bënte presion mbi Yamanin. Dhe vëllai im i dashur në vend që të më mbështeste, ai tha se do t'i binte gjyshit të tij. Ky është problemi. Po lere Yamanin, lere të thotë çfarë të doj. Mos u grind me vllain tënd për shkak të gjyshit. S'mundem kështu, nën. Po kthehem në Amerikë. Jo, nuk mund të kthehesh. Po ti më premtove atesh. Më premtove se do të qëndroj këtu gjatë trajtimit tim. Nuk mund të më japësh më dhimbje dhe trishtim, të më djeg malli kur nuk je. Nuk do ta përjetosh përsëri, nën. Do të marr me vete, do të vish me mua atje do të rretohesh atje. Atje do të rretohesh. Nuk mund t'i le vëllezrit e tu këtu. Veç kësaj, nuk mund të largohem nga shtëpia ime. Për mua, s'mund të bësh një sakrificë? Një herë. Përveç saj, është mirë për mua të shkoj nën. Është me të vërtet më e mirë për të gjithë. Unë mendova se ishim bashkë me Okanin dhe Yamanin. Do të kalonim disi. Do të kalonim me gjyshin tim së bashku, por jo, nën. Edhe unë mendoj se jam vetëm. Të lutem, mos më bëj kështu. Në rregull, mirë, nuk do të bëj presion. Por mos u nxito, të lutem. Do të flas unë me gjyshin tënd. Do të flas atesh, të flas me ta atesh, të lutem. Unë do t'i them atij t'i lër djem të rahat, të lutem. Nën. Atesh, të lutem. Mos më mërzit, birë, të lutem. Hajt, të lutem, hajt. E pa këtu. Mos më mërzit, të lutem. Baba, Bora, a do të qëndroj gjithmonë në spital? Jo, Bi. Unë do të flas me mjekun e tij. Do ta sjellim në shtëpi vëllahun tënd. Ti përgatit dhomën e tij. Ekipi mjekësor do të vinë në shtëpi. Puna është që ai të bëhet mirë. Unë do të bëj gjithçka për të.
qoftë e kaluar. Mirë se erdhe Ekrem, falënderit. Ti mund të largohesh. Bi, mund të na lejosh të flasim? Jo, dua edhe unë të dëgjoj. E gjetëm vende se ka vite sinjali i Borës, Ku ishte? që nga dita kur ai humbi, telefoni ka qenë në rezidencën Gylsoj. Sotri Vural, ju tha se do të kujdeseni për këtë punë, por është më mirë që të merret policia me këtë. Jo. Jo, Ekrem. Unë do e bëj. Baba, Borës a ja bëri këtë familja Gylsoj? Çka bo djalë, çfarë po shkon? Mendova se dëgjova një zë, asgjë e rëndësishme, s'është me rëndësi. Mirë, hajde pra. Pse nuk e rrët në spital? Është turp. Të paktën mund ta kishit thirrur Vorallin dhe t'i thoshit qoftë e kaluar. Do të telefonoj nesër. Çfarë ndodhi me dy? Ateshi dëshiron të kthehet në Amerikë. Shikoje këtë. Çfarë ndodh? Sigurisht. A e kuptoj se nuk do të mund të vepronte siç dëshironte. Dhe si një fëmijë, ai gjithmonë ankohej tek ti. Jo, baba. Baba, ndalo. Mos e bëj. Mos mi poshtëro fëmijët në çdo moment. Gylfem, dije vendin tënd dhe kujdes me tonin tënd. Mirë? Çfarë po përpiqesh të bësh, baba? Nëse je i zëmëruar me Jamanin, nuk mund ta nxjerrësh mllefin në Ateshin. Nuk mund të përdorësh Jamanin për të kërcënuar Ateshin, për ta detyruar atë të bëjë atë që dëshiron. Po mi hedh djent kundër njëri tjetrit. Ata fëmijët e tu janë nipërit e mi. Po e bëj gjën e duhur. Mos ndërhy. Këtë herë nuk hesht. Shiko, në këtë jetë, 3 fëmijët e mi janë gjithçka që kam në botë. Qëllimi im i vetëm është lumturia e tyre. A është këtu? Kështu. Jamoni, për para arsyeve të tu, e mori atë vajzën e shërptorës dhe ty as një e vure re. Çfarë po më tregon ti mua tani? Ajo martesë do të marrë fund. Unë do ta mbyll këtë çështje. Aja do të lind një fëmijë derisa ta rregullosh atë çështje. Edhe Ateshi ka gjetur një vajzë, do ta sjellë edhe ai tani këtu. Preardha jonë do të përzihet me njerëz me preardhë të panjohur. Ateshi nuk është si Jamani. Unë i njoh fëmijët e mi. Jamani është zemër pastër. Ai është sentimental, por i hapur për të bërë gabime. Ateshi është logjik. Ai nuk vepron pa menduar. Dhe nëse ai vendos të martohet, jam e sigur që do të sjell një vajzë të përshtatshme për ne. Ti i beson shumë djalit tënd, ashtu? Po, i besoj. Por unë nuk i besoj. Ose do të martohet me vajzën që unë kam zgjedhur, ose do të shporret nga këtu. Në rregull. Unë do të shkoj me Ateshin. Okani dhe Amani do të vinë bas meje. Ti do të jetosh i vetëm në këtë rezidencë të madhe. Kjo është ajo që dëshiron, baba. Ti apo më kërcënon mua? Jo. Por nëse vazhdon të veprosh kështu, kjo është gjë e fundit që do të ndodhë. Më beso, kjo është gjë e fundit që dua. Fatkeqësisht, ti nuk më le zgjidhje tjetër. Ha, dhe këtu është goditje vdekje prurse. Nuk mund të më thuash jo tani dashuri. I dashur, isha duke të pritur, mirë se erdhe. Përse? Duhet të kishe shkuar në shtrat? Unë nuk mund të fle pa burin tim. Edhe isha shumë e shqetësuar për ty. Unë largove shumë i zemruar nga darka. Më harroti mua. Pa prit masu zevrova ashtu, s'pas të më kaloj.
Ti vërtet do të flesh çdo natë në divan? Po. Ullu pak. Eja. Ne nuk të jemi kur burë e grua me ty, Alina. Çfarë do të thotë kjo? Ne sa po u martuam. Përse po ma bën këtë gjë mua? Una kam bërë diçka të gabuar. Nuk të pëlqen aroma ime. Unë shkova në pazar me nënën tënde, bleva shumë rroba dhe një këmish nate. Edhe parfum blem, do bëj gjithçka të të përshtatem ty dhe kësaj shtëpie. Unë të premtoj. Ta jap fjalën jam. Problemi nuk je ti, Alina. Unë jam kështu. Çfarë po thua ti? Nuk po të kuptoj tani. Nuk më pëlqen të prek askënd, as mo nuk më pëlqen të më prekin. Ti a je në depresion? A është ndonjë lloj sëmundjeje? Po, jam i samurur. Do të kuptoj nëse nuk dëshiron të jetosh kështu, por ne mund të divorcohemi kurdo që ti dëshiron, në rregull? Por si? A është kaq e thjeshtë? Atëherë, përse u martove me mua? Le të themi se u përpoqa, nuk shkoi mirë. Kështu është puna. Do të thënë, më vjen keq. Ejo, shko në shtrat nëse dëshiron, do të dalë të marrë pakajet pastra. Jemile? Përse nuk fle? Asgjë, vetëm më dhem koka. Prit të jam një qetësues, nga këtu. Nuk dua. Hajde, fike dritën le të flem tani. Largu, më ke mërzitur shumë sot. Ndalot më bezdisësh mua. Ajo tha se do të kujdeset për të. E po, ta shim. Do kujdesesh ka. Për besë, nësa e nuk e bën Feraja do të kthehet. Unë nuk e kuptoj problemin e saj. Pse pa prit mas është shqetësuar për të ardhmën e Ferajes? E di unë se çfarë dëshiron ajo. Çfarë qenka? Më thuaj që ta di. E tha edhe ajo vetëm. Ajo dëshiron që Feraja të ndërtoj një jetë dhe të na marrë me vete. Thjesht dëshiron një jetë më të mirë, kaq. Derisa Feraja të ndërtoj jetën e saj, ne akoma duhet të presim. Aman, thjesht po se janë histori. Ta fik dritën tani? Fike dritën tani. Do të dëgjojnë. Vërtet, asë nuk më intereson. Të janë me të vërtet nuk e fare turp? Jo. Mos gabot më afrohesh. Ti pas ke hequr dorë? Nuk po martoheshe? Nuk ka lidhje me ty kjo. Ka. Ti ende mu do mu. Nuk të dua. E pash fytyrën tënde të vërtet, kam mbaruar. Pse e ka që zemruar atëherë? Mos u shqetëso. Do të vijë një moment kur nuk do të zemrohem, sepse nuk më intereson më. Ti je imja për gjithmonë. Dhe do t'jesh e imja. Mos se haro këtë asnjëherë. Dil jashtë. Çfarë? Largo. Shko tani. Dil jashtë. Hajde shpejti. Shko. Një sekondë. Shko. Dil.
Shpirti hallos, çfarë ndodhi? Jam i friksuar. A mund të qëndroj me ty? Sigurisht që po, zemra ime. Eja këtu. Eja. Elena, çfarë po bën ti këtu? Asgjë. Thjesht po të shikoja. Mirëmëngjes ti dashur. Mirëmëngjes. Yaman. Unë nuk do të lë kur të shkosh. Nuk do të ndahem kur nga ti. Përse? A të tregova për situatën time, mbra. Ti a dëshiron të kalosh tërë jetën tënde kështu? Simër, më dëgjoj një herë. Shiko. Pra, është më e vështirë për një burr, sigurisht. Unë e mendova këtë pak. Dhe e kuptoj shumë mirë pse dëshiron të më divorcosh dhe pse je i zemëruar. A mjaft, Alena. Shiko dashuria ime, mos më ndërprit me një herë. Unë do të të mbështes, shiko të premtoj. Kjo është një çështje mes nesh, askush nuk do ta di. Ne do të shkojmë në një mjek dhe do të gjejmë një zgjidhje. Më beso, të betojmë do gjejmë një mënyrë. Alena, mos e mashtro veten. Në rregull, mos ki shpresa kote të lutem, nuk ka zgjidhje për këtë. Edhe nëse nuk ka. Unë do jem gjithmonë me ty. Mirë, në rregull, ti do flesh këtu në shtratë, unë do flej në divan, gjithmonë, më kuptove? Ha? Unë do pranoj ashtu siç je. Unë nuk do heq dorë nga ti. Nuk mundem. Çfarë mënyre është shkëlqyer për të nisur një ditë? Nuk do të lë kur të shkosh. Unë do të jetoj në këtë shtëpi si Alena Gjylsoj për gjithmonë. Përbes, vëllai yt vazhdonte të thoshte se nuk po e ndihmon, prandaj të tjera. Përndryshe nuk do të detyroja fare. Ti isha në vendin tënd, nuk do të kaloja nga ajo deri fare. Ke të drejtë. E kuptoj, në rregull. Feraje, më bëj një kafe. Në rregull, unë do ta bëj Alina. U luti. Ty nuk të thash Kunat Nesrin. I thash Ferajes. Bëje, hajde. Bëje të thash. Alina, në rregull, pse po sillesh sikur dëshiron të fillosh një grindje tani? Pse? Larg qoftë. Përse duhet të debatoj me të? Kush është ajo? Dëgjoj, janë vetëm mblidhe veten. Mos më bëj me nerva që tani. Deri dje ishim në të njëjtën çati. Siç the, ishim bashkë deri dje. Nuk jemi më shpirt. Jam nusja e kësaj shtëpie. Më thërisni zonja Alena. Sigurisht zonja Alena? Urdhëroni, uluni zonja Alena. Puna ti apo tallesh për mua? Të kërkova një kafe. Bëje më. Do ta bëj, në rregull, do ta bëj. Vetëm mos bëni skena. Fol si duhet me mua. Do ta bëj, zonja Alena, do thuash. Unë as që nuk do të shqetësohem më. Pije kafen tënde dhe pastaj dil jashtë. Seher? Ha, a e ke vendosur? Ha, në rregull. Në rregull. Do të flasim në shtëpinë e Vreshtit. Hajde. Hajde, ashtu pra. Ja merë urdhro. Faleminderit. O zot. Uf. Unë mbulova me kafe. Shiko si u ndot. Mirë, Kunat Nesrin, ti kujdesu për punën tënde. Feraje do ta pastroj tani. Çfarë po shikon? Merr një lez dhe pastroje këtu dhe më jep mua një pecet. Alena, dil nga kuzhina. Më fal? Ti kë mendon se po të bon? Kjo është shtëpia ime, zemër. Ju jeni shërbëtore të kësaj shtëpie. Të gjithë duhet ta dinë vendin e tyre. Alena, të thash të largohesh çfarë do nga unë? Çfarë po ndodh këtu? Çfarë të ketë nën, shiko? Unë kërkova kafe dhe Feraj shkatroi gjithçka. E ka të vështirë të më shërbej, çfarë tjetër? Mirë, nuk ka rëndësi. Hajde shko lart. U lu pran burrit në tavolinë, në rregull? Në rregull. Edhe ashtu nuk dua të merrem me njerëz xhelos për lumturinë të tjerëve. Hajde vezejme, hajde. Oh, zoti ma. Mbaro punën këtu dhe pastaj do të shkojmë te shtëpia e Vreshtit së bashku. Pse? Renovimi ka përfunduar dhe duhet pastruar. O zot, jeni bërë mbledhsëri? A do të pastroni vërtet shtëpinë?
Po ju ndihmojmë vetëm, çfarë ka këtu? Unë po ju ndihmoj derisa të gjeni dikën në vendin tim. Zoti qoftë i kënaqur me ty. E ke bërë këtë, por nuk e ke gatuar, vajz. Me lihej donte. Nuk mund ta bëj atje. Vendose në furrë dhe let piqet. Në rregull. Hajde mbaro punën ti, unë të pres në shtëpi. Nxito. Në rregull. Dëgjoj vajz tani. Zonja Gylfen po sillet mirë me Alinën. Kjo është arsyeja pse ajo është e butë. Ose ndoshta nuk e di, po plaget thjesht. Kam biseduar me burrallin. Ai naftoi këtë mbrëmje. Pse? Dua të them, ata nuk janë në gjendje të presin mysafir, prandaj e pyeta. A ka ndodhur diçka gjysh? Jo. Unë i ftova ata i pari. I thash që të vinin këtu. Pastaj u ndjeva keq. Ne duhet të vizitojmë ata dhe të urojmë shërim. Ti nuk ke ardhur as në spital. E telefonove burrallin? Nuk e telefonova. Mirë. Të lumt. Shumë mirë. Mos e thuaj askujt asgjë. Mos ta din punonjësit. I kemi premtuar burrallit. Situata e Borës do të mbahet në familje. Mirëmëngjesi. A më lejoni të ulem? Duhet ta kishe pyetur përpara se të martohesh. Ulo. Ku është Ateshi? A i ka shkuar të takoj miqtë e tij të fëmirisë. Edhe ti mos u vano shumë. E në fabrikë. Kene harruar plotësisht punën. Jeni bërë si vajza. Qëndonin në shtëpi. Në rregull gjysh, ne do të ngrihemi së shpejti. Ju bëftë të mirë. Faleminderit. Dëgjabi. Çfarë bën kështu? A gjithmonë kështu do të jesh me këtë fytyrë? Çfarë të bëj baba? Unë nuk kuptoj asgjë. Me që telefoni ti u gjetë në rezidencën Gylsoj, lere policina atëherë të shkoj dhe të bëj një kontroll, pse ndërhyn ti? Dhe çfarë pune kanë këta njerëz në shtëpinë tonë në një situatë dyshim? Bie. Ti mos i lër të kuptojnë asgjë. Thjesht duhet t'i mirëpresësh mirë. Jo. Unë po shkoj tek Bora në spital tani. Ulo. Edhe ashtu jam në gopur me të. Vetëm bëje atë që them. Në rregull. Unë nuk e di çfarë të them më shumë. Ti pse i more gjërat nga frigoriferi? A mos do të qëndrojmë shumë gjatë? Zemër, ne do të kemi uri, do të përfundojmë natën. Ku po shkoni ju? Tek shtëpia e vreshtit. Do të bëjmë pak pastrim. Çfarë ka dhe Andrim? Mos shko kot. Unë do të them dimizve që ta pastrojnë atë. Jo, ne do ta rregullojmë atë. Ti kthe unë në punën tënde. Eja, Veraja.
Do të dihet kesh kur të arrijë atje Feraje. Unë do të dërgoj dikë? Ata do të kthehen nëse e shohin të pastër. Ata do të kthehen derisa të dërgosh dikë atje. Tani ajo do e torturoj Ferajin duke qenë vetëm atje. Ata jetojnë në të njëjtën shtëpi, nuk ka nevojë për torturë, për hir të Zotit më. Zot o Zot, mos u shqetëso. Nëse vazhdon ta ndjekësh dhe shqetësohesh për të, do të shkoj pas Ferajës. Ti vihet pas. Ajo është në rregull më tani. Mirë, të shkojmë. Faleminderit Zotit, më në fund më dëgjove. Shumë faleminderit. O Zot, na ka hyrë në qafë si balt kjo grua. U lodha më. Urdhëro gjysh. Duhet të flasim. Po shkoj te Arifi, e atje. S'mundem sot, kam takim me të tjerë. Mund të takohesh me tjerë më vonë, po të pres. Pse po ndalesh, eja? Asgjë, nuk ka gjë. Mirë atëherë. Jo shumë gjëra janë dëmtuar, e shuan shumë shpejt. Si duket shumë kam punuar. Mendoj se ka gjëra pastrimi këtu, apo jo? Nuk sollëm asgjë ne. Prit, mos nxito. Do të marr një limonadë të ftohtë për ne, do të bëjmë e vonë. Ulu ti, ulu. Kush është kjo? Urdhroni? Nuk të njoh, po kërkoni dikë ju. Unë jam Seheri, zënje Gjemile... Gjemile? Seher? Pas ka ardhur herët? Po, kështu ndodhi puna në klinikë mbaroj herët, kështu që erdha këtu. Mirë pas ke bërë. Ulu, ulu. Ja, pije. Jo t'ja ku është? Po kisha shumetje, unë e piva brenda atje. Urdhro merret, lutem. Unë do të marr një tjetër për vete. Jo, faleminderit, unë jam diabetik, nuk munde. Ju lutem shumë, kërkoj falje. Uji ose diçka tjetër? Jo, faleminderit. Nuk kam shumë kohë, nuk duhet të vonohem. Unë mendoj se ju jeni nusja, po? Seher, eja të flasim në kopsht, ne? Pse nuk flisni para meje ju? Seheri, ka një gjë private, do të ndihet në siklet. Pije limonadën, ti pije. Ne do të kthehemi me një herë, nuk vonohemi. Çfarë po ndodh Gjemile, pse po gënjen? Më fal, por unë nuk do të jem pjesë e gjërave të dyshimta, as pak asnjëherë. Për çfarë po flisni ju dy? Zemër, edhe unë jam nën. Kjo grua foli për një vajzë që nuk ishte njeri. Një djalë i keq përfitoi prej saj. Ajo nuk mundet. Më lësho tani. Puna yte, ty ishte interesant? O zoti zot, pse po shkakton të lashe? Unë nuk duhet të kisha kërkuar ndihmën tënde. Në fakt nuk duhet të kisha besuar ty. Ajo as nuk e di. Do t'i lidhni duart dhe këmbët asaj. Më fal o zot, më fal. Vajz, je mirë? Mirë. Lere ato tani.
Shko, dil jashtë O me një... gruajnë e veriqme, si nuk e as pak Kujdes gojën tënde. Zemër lërgohu nga ky vend, mos ri këtu as Dil pak. jashtë. Zoti të dënof ty. Si mundesh akoma të më shikosh ti mua në sy? Ha? Çfarë lloj djalli je ti, ha? Pa më thuaj çfarë lloj përbindesh i qenke? Do të më shikoje drejtë në sy? Do të më vrisje familjen? Ndalo! Duhej ta pije atë ti. Do të përfundonte kur të zgjoheshe. Ti je djalli i vërtet. Do të shkoje në Stamboll, apo jo? Atje doje ti tregosh ti Jamanit që është fëmia i vet, apo? Këto doje ta bësh ti. Kjo nuk do të ndodhë. Shiko mua. Ky është fëmia im. Dëgjove? Është e imja. Ju kur nuk do ta lëndoni fëmijën tim. Unë do ta bëj, nuk mund të prishësh shqetësinë e vajzës time. E vogël kam qenë. S'kam qenë mjaftueshëm e fortë andaj heshta. U rrita. Heshta për babain tim. Por këtë herë nuk do ta bëj. E kuptove? Kur nuk do të mund të lëndosh fëmijën tim. Do ta bëj ashtu që kur nuk do të jesh në gjendje të lindësh. Betohem në Zot. Nëse unë quhem Xhemile, nuk do ta lë këtë të ndodhë. Unë nuk kam frikë nga ti. S'mund të bësh asgjë. Faleminderit. Mirë se erdhët. Që sjell një tjetër? Të lutem. Gjysh, më thire këtu, por ti nuk po flet asgjë. Po largohesh, apo? S'do të kthehem, ma. Vërtet? S'do kthehesh, ma? Mendova se do të qëndroje për vëllezërit e tu. Pra, pas teje vjen përmbytja. Nuk të intereson për askënd. S'kan nevoj për mua ata. Mund të vinë nëse o mungoj. Urdhëro. Çfarë ndodhi Feraja, pse po qanë? Në rregull. Në rregull, do t'jem aty. Në rregull. Më duhet të shkojëm. Çfarë është puna? Një mik, çështje urgjente. Gjithsesi s'kemi çfarë të flasim. Më kuptove shumë mirë.
Ndiqe me njëherë ato. Çfarë po shikon? Bëj ata që të them. Nis. Po, zotri Omer. Gatal, kje kujdes. Gatal. Jam duke bërë nga dalë. Çfarë nuk shkon sultanes Gjemile? Se nuk përshëndet në mëngjes, ku je duke shkuar? Nuk të pash, si është puna? Raja ku është? Nesrini më tha se është me ty? Ajo shkoi në shkollë pasi kishte mësime. Çfarë ka që nuk shkojnë me këtë tani? Ajo sërish nuk është në humor. Nuk e di. Oj. Nesrin, është shumë vap, le të mbarojmë, të lutem. Vërtet, pse duhet ta bënim këtë në diell? Uf. Përse nuk shuani diçka më të thjesht? Dishmëria e prekjes, çrregullimit të shprehurit, të gjitha këto fjalë, por unë nuk po kuptoj as edhe një gjë. Nën? E dashur? Ku ke qenë? Nuk të kam parë që nga mëngjesi. Kisha një gjë për të bërë. Erdha për të parë nëse je mirë. Kam dhimbje pak koke, do të shtem. Jo, mos e bëj tani. Ne blem rroba të shkëlqyer atje. Eja me mua të ti tregoj, do të ndihesh më mirë. Do t'i shoha më vonë, Alena. Të lutem, hajde të shkojmë, mos e refuzo vajzën tënde. Hajde, nën. Dalo. Feraje? Zotri Omer, unë nuk pasha që. Le të shkojmë. Në rregull. Çfarë ndodhi? Ajo do më shkatronte. Ajo grua. Ajo do të vriste fëmijën tim. Në rregull, mos qaj. Po shoh se pari është në rregull. Unë jam këtu. Nuk mund të të lëndoj më. Kishe të drejti. Unë jam shumë e vetmuar. Unë nuk mundem që të luftoj vetëm. U trema shumë. Isha me të vërtet shumë e fiksuar. Më shiko mua pak. Mos ke frikë. Mirë. Kaloj. Shto të lejmë të bëj asgjë. Mirë? Mos ke frikë. Unë jam këtu. Eja të një të ikim. Eja.
Nën, shiko? Si të duket, do të pëlqej kjo ty. E bukur është, e bukur. Prit një sekond. Çfarë ndodhi? Çfarë nuk shkon me ty? A thash se kisha dhimbje koke. Gylfemi ta bleu këtë aty. Po? Madje nuk është timi tim, është ari vërtet, është shumë e bukur apo jo? Ajo i ka të gjitha ato buzhiteri dhe ty të tablej këtë. Shikoj atë. Është e hollë si një teneqe. Dhe ti akoma e lumtur. Hajde nën. Mua më pëlqeu kjo, prandaj e mori. Ajo më çoi tek një argjendari dhe më tha se mund të blija çfarë të doja, dhe unë mora këtë. A kështu që ka vija ime? Më fal se nëna jote ignorante, fletësia e pa ngopur. Përse po e bën këtë? Nuk është ajo që unë dua të them. Zonja Gylfem po sillet shumë mirë me mua. E pse e quan akoma zonja Gylfem atëherë? A nuk të lë që të thrasësh atë nën? Nën, ajo nuk tha asgjë për këtë, dhe nuk më intereson fare. Sepse kam vetëm një nën, dhe ajo është më se e mjaftueshme për mua. Hajde nën, shiko, unë jam e lumtur, mjaft u mërzite. Kjo është ajo për të cilën unë luftoj. Si është marrëdhënia me Jamanin? A keni fjetur përsëri të ndarë? Jo, kemi fjetur bashk. Ai, ndalon. Në rregull, në rregull. Përshëndetje. Mere këtë. Kjo është për ty, Alejna. Do ta vesh kur të shkojmë në shtëpinë e bakërgjisë. Oh! A nuk është e bukur, nën? Papa. Faleminderit shumë, faleminderit. Ta mbash me shëndet. Aha, pra do ta veshësh në mbrëmje. E, fusanin e kush që blem bashk dje, atë do ta vesh. Nuk mundet. Do të veshësh të zezën. E, mirë, në rregull. Unë do të largohem atëherë, Bi. Në rregull, nën, shihemi. Po, ky është i bukur. Do ta veshësh sonte, bëj një grim të lehtë dhe bëj flokë topuz. Në rregull. Ke folur me nënën tënde? Ende jo. Ende nuk kam biseduar, por nesër do të flas. Shiko, unë sot do të të prezantoj me familjen në Bakërgji. Nëse nëna jote thot para të gjithëve se ti e vajza e saj, kjo do të na turpëronte shumë, a e kuptove? Askush nuk duhet ta di që e vajza e shërbëtores. Ashtu si që folëm, unë jam takuar me Jamanin në shkollë në Ankara. Pikërisht ashtu. Ne do të themi se ke humbur babain kur ishe e vogël. Nëna jote kishte një aksident me makinë, ja kështu do themi. Do të them që nëna ka vdekur? Si do t'ja u shpjegoni njerëzve ndryshe arsyen e mungesës së dasmës? Kjo është e drejtë, ashtu është. Hajde, bëu gati tani. Nëse nëna jote qëndron larg kësaj, nuk do të kemi problem. Si e kuptoi Xhemilja që është atë zënë? Askush nuk e di përveç ty dhe Hazallit. Mendoj se duhet ketë dëgjuar kur isha duke folur mbrëm në telefon. E kuptova. Nuk do të ndërhysh në asgjë. Unë të premtova diçka. Edhe do të qëndroj pas premtimit. Ne do të martohemi. Të gjithë do të dinë që unë jam baba i fëmijës. Në rregull? Mos ki frikë nga Xhemilja më. Unë do doja të flisja pak me të. Si të duash. Shko. Përballo me të, zgjedh gjërat dhe qetëso. Eja tani, mere një piron dhe ha diçka. Të lutem. Nuk jam fare e uritur. S'të pyeta nëse je e uritur, Feraja. Unë do të detyroj të hash nëse nuk e bën. Në rregull? Ti qanë gjatë gjithë kohës dhe nuk kujdesesh për veten, të lutem. Në rregull, do të jem më e kujdesshme tani. Do të bëhesh nën. Dhe është turp. Shosh një ende nuk ka lindur dhe nëna e saj vazhdimisht qanë. Mos më bëj të qesh.
Feraje, fëmijët ndjejnë gjithçka në barkun e nënës, a e di? Duhet të qeshësh gjithmonë, kështu që vajza e vogël nuk do të jetë e trishtuar. Pse e quajtë vajzë? Nuk e di, më duket se do të jetë një vajzë. Të lutem, mere pirunin. Mere. Mbaroj atë. Kështu që edhe fëmija yt edhe ti do të jeni të fortë. Hajde. Hajde. Në rregull, mos u zemroj, jam duke ngrënë. Ky është i mirë. Edhe këto janë të mira. Jam e sigurt se ai ma bleu mua këtë. Është shumë i bukur. I dashur? Çfarë po bën? Hiq atë nga kishti. Është shumë e bukur. Alina, mund ta heqësh? Unë mendova se e bleve për mua. Jo, nuk ta bleva ty, është trashëgimi familjar. Dhe pranë saj janë gjërat e babait tim. Mos e prek më unë nazën edhe një herë. Në rregull. I dashur? Unë i përgatita këto për ty. Kam vënë edhe çorape. Unë jam e veshur me të zeza, kështu që duhet edhe ti të vishesh. A duhet të veshemi njësoj, Alena? Po, do të jemi shumë elegant. Mua nuk më pëlqen gjërat e tilla. Hajde, Yaman, mos më mërzit. Ne jemi një çift. Shiko, ti shko bëj një dush i dashur dhe pastaj vishi këto. Alena, unë mund të vishem edhe vetë. Mos u bëj si nëna ime, të lutem. Por... Nuk ka por, Alena. Mund të dalësh të vishem. Në rregull. Pse përdorëm këtë hyrje, ne? Kjo është arsye pse. S'do të kesh më frikë. Për çfarë folëm ne, Feraje? Do t'i tjegim të gjitha urat. S'ka rëndësi kush na sheh, e të shkojmë tani. Gjysh, të betojmë që nuk di asgjë për këtë, të betojmë. Të betojmë në sot nuk di asgjë. Shiko, të lutem, të lutem, gjysh. Çfarë po shikoni? Asgjë, ne thjesht po flisim dhe shikonim ashtu. E jeni tek unë kur të vi Ateshi. Do të flasim për diçka të rëndësishme. Çfarë do flasim? Do ta zbuloni kur të vi ai. Mirë, vim gjysh. Çfarë ndodhi? Jeti insenuar sepse do shkojmë tek Vuralli? Ekziston edhe ajo? E çfarë ka tjetër? Gjysh i tha se duhet të flasim kur Ateshi të vi. Ashtu unë mendova, nuk e di. Mos të mërzit o djalë, haroje, ai do të jetë i fiksuar pas diçka e tani. Po, mundet. Hajde ja. Po vi. Mirë mbrëma. A mund të hyjmë? Sigurisht urdhëroni. I lash të qëndroni në derë. Urdhëroni brenda, urdhëroni. Unë t'ju jap pantoflat tani. Ja. Ku ishe vajzë, tashmë është arsuar? Mirë mbrëma. Atesh birë? Mirë se erdhe. Mirë se o gjeta Xhamosin. Eren?
T'lutemi dashur mos qëndro aty. Hajde ullu. Urdhëroni, zoti Atesh. Urdhëroni. Faleminderit, Zeden. Eren, ti merri këto dhe shko të mësosh në dhomën tënde. Në rregull. Hajde të shohem. Hajde. Me çfarë mund t'ju ndihmoj? Nëse s'ta vjen rand, do të pi një kafe. Nesrin, na bëj neve një kafe. Baba, do pish kafe? Sigurisht se do të pi. Në rregull, me njëherë, Feraj. Feraje. E këtu. Mutra Gjemile, ngriu. Pa u më friksove, çfarë ka? Feraj erdhi në shtëpi me Zotria Ateshin. Ata janë aty brenda. Çfarë po thua ti? Për besë dhe unë shumë u habita. Mendoj se Zotria Ateshin dëshiron të flas për diçka. Më kërkuan të bëja kafe. Mendoja se duhet ta dish. Prandaj erdha me njerëz. Mirë, hajde. Jam duke ardhur. Hajde, pantolonat e mia. Ju u takua tek dera? Jo. Ne erdhëm bashkë. Mirë se erdhe. Kam disa gjëra për të folur me ju. Çfarë ndodhi? A ka diçka që nuk shkon? Jo, përkundrazi. Erdha dhe ula para teje. Do t'jetë shumë e papritur, por e di. Unë dua të martohem me Ferajen. Nëse në lejoni, sigurisht. Bi? Nëse kemi lejen tënde? Po, baba. Urdhëroni. Ju bëft mirë. Faleminderit. Ju bëft mirë. Faleminderit, Bi. Ju bëft mirë. Me qëra fjala, kjo kafe është vetëm për vizitë. Unë do të flas me familjen time. Gjithçka do të jetë sipas traditës xhamosin. Mos u shqetësoni për këtë. Si ashtu, çfarë? Nëse xhamosin na jep leje, unë dhe Feraje do të martohemi. Çfarë thua, baba? Bi, si të them, kur e keni parë për herë të parë njëri tjetrin dhe kur vendoset martohesh? Ne filluam të komunikonim kur Atesh ishte në Amerikë, baba. Unë në fakt u ktheva për Ferajen, xhamosin. U ktheva një muaj më parë, por nuk i thash familjes asgjë. Dhe në atë kohë, ne biseduam me Ferajen dhe qëllimet ishin serioze. A u bëre tani e dashura e Zotria Ateshit? A je duke bërë gjëra pas shpinës son? Më falë, çfarë do thot kjo? Çfarë do thot bëjmë gjëra pas shpine? Po, zonja Gjemile? Çfarë do thot kjo? Ajo është gruaja që dua dhe synimet e mia janë serioze. A nuk është krejt normale kjo? Mendoj se shumë normale. Po. Sigurisht. A mund të flasim vetëm që Moksin? Në rregull. Le të dalim kopsht. Feraje, e jam me mua pak. Qëtin,
Unë do të bëj. Sigurisht, urdhëroni se. Sigurisht, ju lutem. Nesrin. Çfarë po ndodh? Ngadal pije, ngadal. Vrapo. Çfarë bëre ti tani? Si arrite ta bësh këtë? Zoti ju dënoftore! Dilni jashtë me njerë. Ashtu, më fal. Para është motra ime, çfarë lidhje ka me ty? Aj. E mbyllën në dhomë? A nuk duhet të flas me të si vllau i saj? Motra ime e bukur. Unë jam shumë i lumtur. Do të them diçka. Zoti o dhënë martesë të lumtur. Eja këto. Amin. Shpirti. Faleminderit valla. Qetin në rregull. Mjaft shpirt, hajde. Do të dalim dhe më vonë mund të flasësh personalisht me motrën. Hajde po dalim. Shihemi, zemër, shihemi shpirt. Hajde, dil jashtë. Më thuaj tani. Si e joshe ateshin ti? Ç'të intereson ty? Shiko, unë do të rregoj atë që duhet ta dish. Babai i fëmijës tim është ateshi. Dhe ne po martohemi. Askush nuk do ta di që jam shtatzën. Ne do të tregojmë pas martesës. Sikur sa po ke mbetur shtatzën. Dal nga dal, do ta them përsëri. Unë jam duke u martuar me ateshin. Dhe do të kemi fëmijë. Dhe Zoti e bëft të lumtur vajzën tënde me Amanin. Tema është e mbyllur. Në rregull. Tema është mbyllur. Por unë të përgëzoj ty. Edhe unë nuk mund të bëja kaq shumë gjëra. Ti për vajzën tënde gjithmonë thua se do të bësh gjithçka për vajzën tënde. Edhe unë jam nën tani. Për të mbrojtur fëmijën tim, do të bëj gjithçka. Le të qëndrojmë larg njëra tjetrës. Në rregull. Kaloj foshnjë ime. Në rregull, jemi të sigurta tani. Për zotin, mendoj se kanë arritur dhe në pjesën që kërkojnë dorën e vajzës. O zot, o zot. Mendova se ke ndryshuar mendje, Feraje. Mendova se hoqe dorë vajzë. Unë e kuptoj shqetësimin tanë, Xhaxha Muhsin. Unë e di se si nëna dhe gjyshet trajtojnë Alenën, e di se çfarë bëri nëna ime. Më beso, kjo nuk do të ndodhë më. Bir, unë e njoh shumë mirë nënën dhe gjyshin tënd. Ata do ta mërzisin vajzën time. Xhaxha Muhsin, ashtu siç po mbron ti vajzën tënde, ashtu edhe unë do ta mbroj. Askush, as nëna ime, as gjyshi im, askush nuk mund t'ju thot juve asgjë. Në rregull, unë jam këtu, ta premtoj. Rregull, Bir. Nuk ka rëndësi nëse them jo. Ju tashmë keni marrë vendimin tuaj. Shpresoj të jeni mirë me njëri tjetrin. Pyes veten se kur të ta shpallin para gjithëve. Gjyshi e di me gjithatë. Por nëna nuk e di se çfarë do të bëj. Jamani. Ai nuk e di. Feraje, më shkatrove vajz, më shkatrove me të vërtet. A të pull dorën? Sigurisht, Bir. Baba shpirt. Bi. A mos po gjanti? Nuk e di. Edhe më preka shumë. Mac? Po Bi. Hajtë sa u bëvon, ne duhet shkojmë. Nuk ka nevojë për nxitim. Atesha nuk ka ardhur akoma. Jo. Ti ku po shkon?
Mendova këtë mbrëmje të prezantonim nusen tonë. Është tani koha. Bëjë në një kohë më të përshtatshme. Ne edhe të shkojmë me fëmijët sonte. Më falni, mbeta pak vonë. E janë tani me mua. Duhet të flasim së pari. Për çfarë të flasim? As ne nuk e dim se për çfarë bëhet fjalë, le të shkojmë dhe ta shohim. Mirë, atëherë të shohim. Mos u ofendo nga babai im. Ti e di si është ai. Ai nuk është i mirë me njerëzit. Por do të mësohet me pranin tënde në këtë shtëpi, me kalimin e kohës. Prandaj heshta dhe nuk thash asgjë. Unë po qohem. Natën e mirë juve. Natën e mirë. Tani është shumë e qartë se kujt i kanë qarë Jamani.